أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatat selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të vazhdojmë sonte kapitullin të cilin kemi mbet, argumente nga Kur'ani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në kapitullin e riddes nuk ka ndikim ignoranca. Që do të thonë, ai I cili bën ridde për shkak të ignorancës, apo për shkak të keq interpretimit të ndonjë prej ajeteve dhe haditheve dhe ngjarjeve, nuk ndikon të ai, po I tilli del prej feje. Në ligjëratën e fundit kemi cek argumente nga Kur'ani në këtë kapitull, sot do të përmendim argumente nga Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpjegimin e Sheikhul Islam Taymiyes rahimahullahu taala. Në atë se ata të cilët bëjnë ridde, pra në kapitullin e riddes nuk ka ndikim ignoranca. Ai person I cili bën ridde për shkak të ignorancës, I tilli del prej feje, Allahu na rujt. Dhe kemi cek që të gjitha mëdhëbet në kapitullin e riddes, çështën e parë që e kanë shkruajt është me I bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Pra në kapitullin e riddes, vepra e parë e cila është më madhështoria, më e madhja, më e rrezikshmja, e cila është shkaktare që njerëzit më dalin prej feje, është shirku në Allahun subhanahu wa taala. Dispozita e atyre të cilët e kundërshtojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyah, Allahu më shëroft, në librin e tij As-Sarimul Maslul, shpata e ngritur kundër atyre të cilët e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot, pasi që ka përmend kapitullin e Khawarijve, I cili është grup për të cilët kanë polemizuar dietarët, a janë apo nuk janë xhafira. E polemika e dietarëve është një numër I madh dietarëve I kanë bërë tekfir xhavarisht, edhe për shkak se kanë keq kuptuar argumentet, megjithatë I kanë bërë tekfir. Thotë Ibn Taymiyah, pasi që ka folur për xhavarisht në libër, e bie me transmetim nga Uqbah ibn Wasaj nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë me shpërndarje diçka prej plaçkës së luftës, diçka prej pasurisë ka marrë me shpërndarje në mes shokëve të tij. Dhe erdhi një person nomad I shkretinës dhe I tha: "Ja Muhammad, wallahi la in amaraka Allahu an ta'dila fama araka ta'dil." Erdhi një person I shkretinës I tha: "O Muhammed, vallahi në qoftë se Allahu ka urdhëruar me qeni drejt, unë nuk po shoh se je duke vendosur me drejtësi." Faqal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wayhaka man ya'dilu alayka ba'di." Tha, mirë për tyje, po kush mundet me qeni drejt ndaj teje pas meje? Kjo një ngjarje. Wa min dhalik qawlu al-Ansari alladhi hakama az-Zubayra fi shuja' al-Hurra. Thotë dhe prej kësaj kategorie të ngjarjeve është ngjarja e Zubejrit ibn Awamit me një prej ensarve, të cilët kishin polemik për çështjen e ujit. A me ujit fillimisht kopshtin e tij, bafshën e tij Zubejri, apo me alshu njëherë ujin këtij ensariut. Polemizuam, su në milëshin vesh me zvete,
shkun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu gjykue. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Zubairit, iski ja Zubair, thumma sarrih al-mala ila jalik. Tha o Zubair, ujte, vadite bafçën tënde, pastaj lishoja ujin kojshis. Ta që kemi parasysh, ata që jetën për fshatra e din këtë çështje, po ju që jetëni që një rrit në për banesa, edhe se keni idenë, në për fshatra vjen një ujë prej dikun, ose kanë nxjerrë prej lumit të madh, e bëjnë një krug, edhe tash uji shkon me një lugin të vogël. E tash kush më marr ujin fillim, ky që është në fillim me rend, apo më jalshu fillimisht aty poshtë, pastaj ky nalt, kjo ishte polemika. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, ujit e bafshën tonë Zubair, pastaj lishoja kojshis. Ky ensari ju i tha, faqal an kana ibnu ammatik, a gjykove kështu pse o djali hallëstana. A gjykove kështu pse, ku e tha? Ku ne i tha? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha gjykove kështu pse o djali hallëstana. Hadithi tjetër, kategori ngjarje e kësaj kategorie të ngjarjeve, ishte ngjarja e atij personi i cili te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me e pyet për një mesele. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e gjykoi. Dhe ai tha nuk jam i kënaqur, shkoj te Abu Bekri. Dhe Abu Bekri e këshilloi me shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai tha kam qenë, tha gjykimi jam gjykimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shkoj te Omeri, Omeri e nxjerri shpatën dhe e vrajti. Nuk i bani shumë mohabet, meqense s'ke qenë i kënaqur me gjykimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam te Abu Bekrit, s'kish ka lip të gjykim të une. E nxjerri shpatën edhe e vrajti. Pre kategorive, pre ngjarjeve tjera të kësaj kategorie, është ngjarja e atij nomadit i cili kishte bë tregti me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kishin bë marrëveshje për tregti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me blen një deve prej tij në kombim të diçkait me i shit apo me i blen një deve në kombim të hurmave. E morr ky nomadi devën për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kur shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e tij me i kshir hurmat, nuk gjeti asgjë aty. Fa kharaja ila al-a'rabi, dol me lyp këtë nomadin dhe i tha ja Abdullahi inna ibta'na ma'aka jazuraka bi hadha bi wasaq min tamrin. I tha u morën vesh me bë këtë tregti me marrëveshjen që e banan. Ky arabiu, nomadi, tha wa gadrahu. O fatrathie kjo. Ka akuzoi kan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me tradhti. Thot, fa wakazahu an-nas wa qalu. E kapën njerëzit dhe i detun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, da'uhu, lejeni atë. Thot Ibn Taymija, a kemi të qartë fotografinë e ngjarjeve. Të gjitha këto ngjarje, shkurtimisht si informacioni për cila, me tregue ata të cilët e kanë kundërshtuar gjykimin, vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në rast tjetër, thotë Ibn Taymija fillimisht, fa hadha al-bab kulluhu mimma yujibu al-qatl wa yakunu bihi ar-rajulu kafiran munafiqan halal ad-dam. كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثال لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Thot, kjo kaptin kulluhu e gjitha mimma yujibu al-qatl, është kaptin e cila e obligon vrasjen e këtyre personave të cilët e kanë akuzuar pejgamberin islam, se kam pranu vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu bihi ar-rajulu kafira. Dhe njeriu me këto vepra është kafir
munafik gjakut i cilit është halal. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët tjerë u a kanë falë këtyre njerëzve duke zbatuar fjalën e Allahut: Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. I ka urdhëruar Allahu me u afal, me të kalu situatën edhe me u largu prej ignorantëve. Në faljen apo në fotografinë e falës së këtyre njerëzve, veç me pas dallim, dush me pas kuptim rreth asaj se u a ka fal, me përmendje thot u a ka fal, mirë po ata me këto vepra kanë bërë kufër. Kanë qenë munafika, qafira me kufër të madh. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka ekzekutuar. U a ka fal. Thot Ibn Taymija, këto e vërteton edhe transmetimi nga Ikrime, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se një prej nomadëve erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yasta'inuhu fi shay'in fa'atahu shay'a. Thumma qala ahsantu laka, qala al-arabiyyu la wala ajmalta. Erdhë një prej nomadëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kërku ndihmë për diçka, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndihmoi dhe i tha të ndihmova, tha jo, nuk më ke ndihmuar, as nuk e ke bërë si duhet. Thot faqadiba al-muslimuna wa qamu ilayhi fa ashara ilayhim an kuffu. U bën nervoz sahabët, o t'ju kthin llafin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U shto akuzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u ngritën me turr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u boni me shenjë, ndaluni. E mur këtë nomadin me vete dhe e futi në shtëpi. Thot, thumma arsala ila al-arabi fada'ahu ila al-bayti yani a'tahu faradhiya faqal. E thiri ja çoi një selam këtij arabiut, këtij nomadit, e thiri në shtëpinë e tij, i dha edhe pak dhe ishte i kënaqur ky nomadi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Innaka ji'tana fasaltana fa'ataynaka fakulta ma kulta." Thot ti erdhe te na, kërkove prej neje, na të dham tyje, edhe ti thave çka e thave. Ti thave çka e thave. Wa fi anfusil muslimin shay'un min dhalika. Thot në shpirtin e muslimanëve ka mbet një ndjenjë e keqe për atë që ti e ke thënë. Fa in ahbabta fakul bayna aydihim ma qulta bayna yaday hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka. Thot si dush del para muslimanëve edhe thuje çka më thave mua. Qysh më thave mua jam i kënaqur, thujum edhe para atyve që t'u largohet prej zemrave të tyre atë çka e kanë kundër teje. Atë çka e kanë kundër teje. Qala na'am, tha tamam. Falamma kana al-ghad aw al-ashi jaa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot pasi që erdh e nesërmja apo në kohën e yatsis, në mbrëmje, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna sahibakum jaa fas'alana fa'ataynahu faqala ma qala wa inna da'awnahu ila al-bayt fa'ataynahu faz'ama annahu qad radiya akadhalika qala al-arabiyyu na'am fajazaka Allahu min ahlin wa ashiratin khayra." Thot ky shoku juve erdh dje, kërkoi prej neve, na i dham, edhe ai tha atë çka e tha, jo e dini çka tha. Mirë po na e thirëm shtëpi dhe i dham përsëri dhe ai ishte i kënaqur. I tha, a me qashtu? Tha kjo në madi, po qashtu Allahu të shpërbleft. Allahu të shpërbleft. Kale në nebiju sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta shikoni, më në se kjo është, shë përmendëm kaptina, në gjarje nga suneti, se ignoranca nuk ka ndikim në çështjen e riddes. Kur bën dikush riddes, themi apo se ka ditë. Ridda e madhe, kufër, shirk i madh, s'ka se ka ditë, duhet me e ditë. Allah na rujt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala wa inna mathali wa mathalu hadha al-arabi ka mathali rajulin kanat lahu naqa." Thot ndoni mirë. Shembulli jam
Edhe shembulli i këtij nomadi është sikur shembulli i një personi të cilit i ka ik devja. Sikur një personit të cilit i ka ik devja. Njerëzit grumbullohen me i ndihmu këty njerijut për me azon devën, e devja kur i sheh këto që dojnë mi afru, ajo ik edhe më shumë. Ajo vërsuet edhe më shumë, ajo qartet edhe më shumë. E ky personi çka i thot njerëzve, lejeni se s'ju njeh juve. Shkon kadal, e merr me të mirë, e kap devën, e lidh. Këdesh më thon, sallave, se vërsulën që dashit ju djemi abo, ki veç u largoj këtë ma tepër. Kështu është gjendja ime. Unë te kaloj, i afali, ju largoj juve prej problemi me këta, edhe unë e zgjidhi problemi. Ama kështu që i tha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Wa inni law taraktukum hina qala ar-rajulu ma qala, faqataltumuhu dakhala an-nar." Thot ama unë t'ju kisha lënë juve, të vërsuleni kaq kundër ti, për shkak asaj që ai e tha, ju kishit me e vra, edhe kishte me hyrë në zjarr. Ju kishit me e vra, edhe kishte me hyrë në zjarr. Transmeton Imam Ahmedi me këtë transmetim. Thot Ibn Taymija, Allahu أمشروف إن قتل هذا الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وأنه صار كافرا بتلك الكلمة. Kjo fjala është e Ibn Taymijas. Thot, sikur t'ishin ngrit dhe ta kishin vra, për shkak kësaj fjale që ai e tha, vrasja do t'ishte legjitime edhe para se mi kërku mu pendu. Para se me i kërku me u pendu. Thot, fe innehu sara kafiran bitilke l'kelime. Thot, ky njeri u bo qafir për shkak të asaj fjale. Ky njeri u bo qafir për shkak të asaj fjale. Walaula dhalike, lemma kanë yadkhulu an-nar. Idha kutila ala mujarrad tilka al-kalima. Thot, sikur mos kish qenë kështu, në qoftë se nuk ish bë qafir me këtë fjalë, s'kish mu fut në zjarr për shkak të kësaj fjale. Po pejgamberi sa sa thatë, sigur ta kishit vrar, kish me shku në zjarr. E kush shkon në zjarr? Ja besimtari. Thot, bel kana yadkhulu al-jannata li'annahu mazlumun shahidun wa kana qatiluhu dakhala an-nar li'annahu qatala mu'minan muta'ammidan. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر وهذا الأعرابي كان مسلما. Thot, ky nomadi ishte musliman. Kur erdhi pejgamberi sa ish musliman, se i tha shoku juve, njeri juve. Thot, po me këtë fjalë bani kufër. E sikur mos kish bë kufër me këtë fjalë. S'kish me thon pejgamberi sa kish me shku në zjarr. Po ky njeri kish me shkue në xhennet të Allah. Bile kish me kusuru shahid, për shkak se është vrarë qëllimisht, e gjaku i tij ka qenë siguruar. Bile vrasës të tij kish me shku në zjarr, për shkak se ka ndër gjakun e njeriu i cili është musliman. Thot më po kjo nuk ndodhi. Pse s'ndodhi? Se ky me këtë fjalë ka bërë kufër. Po pse nuk e vrajte dhe pse pejgamberi se nuk e ekzekutoi, e kjo është çështje tjetër tash. Se pejgamberi se dashti edhe maksimumin për me shpëtuar ata. Edhe u bë shkak për me shpëtuar dhe mu kthye mu pendu ky njeri. Thot Ibn Hajeri te hadithi i pejgamberit se te çështja e Zubair ibn Awamit edhe Athi Ansariut kur i tha a pse është djali hallëstane kështu gjikova, tha Ibn Hajar al-Asqalani, pejgamberi sallallahu nuk e ekzekutoi këtë person për shkak se ishte në kategorinë e atyre njerëzve të cilët u mundonte me i tërheq njerëzit në gjendjen të cilën ishte. Thot, transmeton tash Ibn Hajari nga Imam Kurtubiu, فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق شريعته لقتل
كتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلماء والله أعلم. Thot Imam Kurtubiu, mirë po, në qoftë se të njëjtën gjë, e njëjta gjë, paraqitet për dikujt tjetër në hakun e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të thonë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo për shariatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të ekzekutonte me ekzekutimin e zindikave. Këtë ka transmetuar dhe Nevoiu prej ulemave, Allahu e din më së miri. Thot Ibn Qayyimi, Allahu më shiroft, pas transmetimit të gjykimit të atij i cili e shon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ajo është kufër dhe ridda, thot o amma tarkuhu qatl man qadaha fi adlihi bi qawlihi adil fa innaka lam ta'dil, thot e sa i përket atij që nuk e dhërojti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur i tha bahu i drejt se ti si të gjyku drejt, apo ta atij i cili i tha a pse është djali i hallostande, edhe në këto ngjarje, për këtyre ngjarjeve, thot yaqulu innaka tanhi anil fay fadhalika anna al-haqq lahu falahu an yastawfiyahu wa lahu an yatrukahu wa laysa li ummatihi tarku istifai haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Thot krejt këto, pse si ka ekzekutuar, pse s'ka marrë hapa konkrete kundër këtyre personave, të cilat e kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja kanë cënu drejtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kjo ka qenë e drejta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo e drejtë nuk i takon ummetit. Në qoftë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal, ummeti nuk ja fal gjakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ummeti nuk ja fal sharrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cili është gjykimi i atij i cili qëllimisht rrein gënjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Taymija, Allah më shëroft, në librin ku flet për sharrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmeton Imam Bagawiu se pejgamberi se një person ka thonë, një person ka shku të një kabile, të një fis, dhe i ka thonë, më ka urdhënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'jem gjykatës në pasurinë tuaj dhe gjakun tuaj dhe në këtë çështje. Wa kana khataba imra'atan minhum fil jahiliya fa abaw an yuzawwijuha. Thot dhe më herët në jahiliya që ky personi u apatlip një çik e ato s'japa të ndhan. E tash erdh dhe tham ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykatës se jo. Bile më ka dhënë një petkë më ka vesh mua dhe më kalon gjykatës tek ju në pasurinë tuaj, në gjakun tuaj, edhe kështu me radhë. Thot hatta nazala ala al-mar'ati, derisa shkoi tek kjo gruaja. A kishte qëllim me marrë çut gruajën, që s'pa të ndon xheliat. Dhe këto bullat, këto njerëz i çun mesazh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se një person ka ardhur dhe pretendon kështu dhe kështu dhe kështu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kadhaba aduwullahi, ka gënjur armiku i Allahut. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dërgoi një person, i tha in wajadtahu hayyan faqtulhu, si ta zish gjallë vraje, wa in anta wajadtahu mayitan faharriqhu bin nar, nëse e gjen që ka vdek, djege me zjarr. Djegja gjenazën. Pejgamberi sallam djegja gjenazën. I ka thonë, nëse nuk e gjen gjallë, djegja gjenazën, djege me zjarr. Kur shkoi ky njeri, e pa kish vdek, e djegë me zjarr. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Rawahu Ahmad ibn Adi fi kitabih al-Kamil. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili gënjen për mua qëllimisht, le ta boje gati karrikën e tij në zjarr të xhehenemit. Me transmetim tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Kadhaba aduwullahi", ka gënjur armiku i Allahut. A dërgoi një person dhe i tha, "In wajadtahu hayyan wa ma araka an tajdahu hayya, faqtulhu fadrib unuqahu wa in wajadtahu maytan faharriqhu bin nar." I tha, si ta zish gjallë, a nuk menoj që kime e zonë gjallë, më shoj qafës,
E në qofë se e gjenë të vdekur, djege me zjarë. Kur ka shku ki person, e ka po që ka fshue një insekt helmues edhe ka vdek. E pejgamberi sallallahu tha pejgamberi men kadhaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, ai i cili gënjen për mua qëllimisht, le të përgatit karikën e tij apo vend qëndrimin e tij në zjarrin të xhenemit. Hadithi është i saktë në kushtin e Imam Buhariu dhe Muslimit. Thot Ibn Taymija, Allah më shiroft, thot al-akhdhu bi zahirihi fi qatl man ta'ammada al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ha'ula'i man qala yakfuru bi dhalika. Qalahu jama'a. Thot dhe një grup e dietarëve kanë shkuar në mendimin e jashtëm të këtij hadithi për vrasjen dhe për kufrin e këtij personi i cili ka gënjur qëllimisht për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, fjalët dhe veprat janë baza mbi të cilën ngritën dispozita. Jo besimet. Fjala edhe vepra. E ka thënë fjalën e kufrit edhe shirkut, Allahu na rujt, ose e ka vepruar fjalën e kufrit dhe shirkut, Allahu na rujt, në bazë të kësaj gjykohet. Jo me diçka tjetër. Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë dispozitat shariatike ku i kanë ngrit mbi fjalët dhe veprat që i kanë thënë njerëzit që kanë qenë vepra të këqija. Thotë Ibn Taymija, Allah më shiroft, tek fjala e Allahut an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, në surën Hujurat. Sura Hujurat. Thotë Ibn Taymija, Allah më shiroft, fa wajhu ad-dalala, këndi kuptimit se Allah subhanahu wa taala i ka ndalu sahabët që ta ngritin zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo mos ta thrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çuçi e thrasin njëri tjetrin. Por raporti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me qenë raporti i sahabijut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë thirrë ja Rasulullah. Se kanë thirrë ja Muhammed. Apo të na, shembull hoxhën e thirr, hoxh. Njerëzit për jashtë. Mirë po gruaja të shtëpia e thirr në emrin e vet. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është diçka tjetër. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është diçka tjetër. I ka thonë ja Rasulullah. Thonë më tani ja. Allahu i ka ndaluar që ta ngritin zanin mbi zanin e tij. Dhe mos ta thrasin ata që thrasin njëri tjetrin. Lianna hadha ar-raf wal jahr qad yufdi ila hubuti al-amali wa sahibuhu la yash'ur. Thot për shkak se kjo ngritje e zanit, vini re. Kjo ngritje e zanit dhe kjo thirrje ka mundësi që njeriu ta shpije deri në atë pikë që ti asgjësohen veprat duke mos e shiju fare, duke mos e ditke. Mi u prish veprat, mi u asgjësu veprat pa e vërejt ky asgjësimin e veprave të tij. Thot Ibn Taymija, Allah më shiroft, جواز حبوط الأمل وانعقاد سببه ذلك وما قد يفضي إلى حبوط الأمل يجب تركه. Thot ajo e cila na çon neve drejt asgjësimit të veprave, obligohemi që të largohemi prej kësaj vepre, për shkak rrezikut që çenka. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Thot Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika habitat a'maluhum. Thot Ibn Taymija, wal amalu yuhbatu bil kufri. Veprat asgjësohen me kufër. Do të thonë, jo një filan vepër, veprat krejt veprat asgjësohen me kufër. Ka mundsi një x vepër me u asgjësu për një shkak prej shkakeve. Mirë po krejt veprat asgjësohen me kufër. E Allah subhanahu wa taala çau tha sahabëve an tahbata a'malukum. Tu asgjësohen veprat tuaja, këtë veprat. Me çka? Me ngritje të zanit mbi zanin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me thirrje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shëthirën mi tjetrin. Thonë Ibn Taymija, e të gjithë veprat nuk asgjësohen me diçka tjetër jashtë kufrit. Thotë Allahu subhanahu wa taala, ai i cili ban ridde prej fesë së tij dhe vdek ashtu, ai është kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Atyre u janë asgjësuar veprat. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala, wa ma yakfur bil imani faqad habita amalu. Ai i cili ban kufër në besimin e tij, vepra e tij është asgjësuar.
كما أن الكفر إذا قارنه عمل لا يقبل بقوله إنما يتقبل الله من المتقين thot pashtu edhe në qoftë se kufri është me veprën, vepra është e papranuar, për shkak se Allahu ka thënë, Allahu nuk pranon veprat pos prej të devotshmëve. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ata të cilët kanë bërë kufër dhe i kanë pegu të tjerë prej rrugës së Allahut, Allahu ua ka azgjësu veprat. وَهَذَا ظَاهِرُ وَلَا يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ غَيْرُ الْكُفْرِ. Dhe kjo është e qartë se veprat nuk i azgjëson diçka jashtë kufrit. لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة. Për shkak se ai i cili vdek me iman duhet patjetër me hyje në xhennet dhe me dalë prej zjarmit të xhehenemit në qoftë se e ka merituar zjarmin e xhehenemit. Thot, po, ka mundësi që disa vepra me u azgjësu për shkak ndonjë shkaku prej shkakeve. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mos i azgjësoni sadakat tuaja, tu i përmend, mos i prishni sadakan kur ta jepni, mos e prishni. Me çka prishni sadakaja? Me përmend edhe shkaqe tjera. Ama çka prishet? Çajo vepra, çajo vepër prishet. Mi po të gjithë veprat i prish kufrin. Thotë Ibn Taymija ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. Dhe kështu Allahu në librin e tij nuk i ka asgjësu të gjithë veprat me diçka tjetër jashtë kufrit. Thot, fa idha thabata, ana qoftë se vërtetohet, a është e vërtetuar se ngritja e zanit mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalë, që e kanë thirrë njëri tjetrin, thot yukhafu minhu an yakfura sahibuhu wa huwa la yash'uru wa yahbit 'amaluhu. Duhet kemi dro që personi i tillë mos të bën kufër dhe mos t'i azgjësojnë veprat pa e vërejt. Thot bidhalika wa annahu madhanatun lidhalika wa sawmun fihi. Dhe kjo është se kuptohet tek këtij ajeti kjo, sa i cili e ngrit zonin mbi zonën e pejgamberit se bën kufër, kështu kuptohet prej kuptimit të jashtëm të ajetit. Thot fa min al-ma'lumi anna dhalika lima yanbaghi lahu min at-ta'zir wa at-tawqir wa at-tashrif wa at-ta'zim wa al-ikram wa al-ijlal. Për kësaj kuptojna se duhet pejgamberi sa stem të respektohet, të nderohet, të madhrohet, edhe kështu me radhë. ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على الأذى له والاستخفاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك. Thot kjo për shkak se ngritja e zanit mbi zonën e pejgamberit sa stem ka mundësi në vete me ngërthy rëndim, keqtrajtim i pejgamberit sa stem, poshtrim për pejgamberin sa stem. Thot wa in lam yaqsid ar-rafi'u dhalika, edhe pse ai që ka ngrit zonin se ka pas për qëllim me nënshmu pejgamberin sa, se ka pas për qëllim me qenë i parespektueshëm ndaj pejgamberit, se ka pas për qëllim me e keqtrajtu pejgamberin, se ka pas për qëllim. Mi po vetëm ngritja e zonit ndërvetë ngërthen kët, edhe se nuk e ka pas për qëllim. Thot fa in kana al-adha والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفرا فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريقة الأولى. Thot në qoftë se keqtrajtimi pejgamberit sallallahu dhe poshtrimi pejgamberit sallallahu nëpërmjet sjelljes së keqe pa qëllim është kufër, atëherë keqtrajtimi pejgamberit sallallahu dhe nënshmimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëllim është kufër edhe pa përparsuar. E a ka ndonjë poshtrim, a ka ndonjë keqtrajtim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa ai i cili e shon pejgamberin sallallahu, më shumë se ai i cili e shon shariatin e cilën ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë se ai i cili nuk don mu xhiku me shariatin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka diçka më të keqe se kjo. Konflikti është edhe ma përparsor që me nëzirë për fesë Allahu në ruaj. Në këtë kaptin, pasaj njëtë, duke mos u fut me detalet të shumëta, e kemi edhe kaptinën e kaderive dhe kaptinën e xhavarijve, që një grup e djetarëve kanë anu në mendimin se xhavarijt janë një besimtar, e ata kanë rënë në kufër, në mendimin atyre që i kanë botë e këfir, për shkak keq interpretimit të ajeteve dhe keq kuptimit të ajeteve dhe haditheve kanë bërë kufër. E tash para në dikush i cili qëllimisht
Pa këtë interpretim, e ban kufrin dhe shirkun. Allahu na ruaj, elusim Allahun që Allahu të na jap kuptim të fesë, elusim Allahun që Allahu të ruan besimin ton. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.